Në Davos ka filluar takimi 56 vjetor i Forumit Ekonomik, i cili mbahet me motën fryma dialogut dhe mbledh lider botëror nga politika, biznesi, shoqëria civile dhe komuniteti akademik, ndër të cilët, siç është njoftuar, do të jetë edhe presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në Davos ndodhet edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti. Në fjalimin e tij nga Davosi, Vučić theksoi se është e rëndësishme që Serbia të ruajë paqen në një botë pa parime dhe rregulla dhe të jetë mjaft serioze dhe përgjegjshme, duke përmbajtur fort vendimeve të marra. Ai theksoi se në pjesën e mëngjesit të punimeve të sotme të forumit, fjalimi i presidencës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ishte më i rëndësishmi. Qëndrimi i Çipros ndaj Kosovës është i qartë dhe konsistent dhe nuk e njohim pavarësinë e Kosovës, sepse jemi të përkushtuar ndaj së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe ky qëndrim nuk do të ndryshojë, tha ambasadori Cipriot në Serbi Andreas Foti në një intervistë për Kosova Online. Foti, vendi i të cilit mori presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian me 1 janar, theksoi gjithashtu se Ciproja mbështet sinqerisht perspektiven europiane të Serbisë dhe se kur bëhet fjalë për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, do të mundsojë diskutime në Këshillin e Bashkimit Evropian sa herë që të jetë e nevojshme, dhe u bëri thirrje të gjithëve të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të zbatojnë gjithçka që është rënë dakord deri më tani. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës njoftoi se numrimi i votave vazhdon në qendrën e numrimit dhe rezultateve sipas listës së qendrave të votimit, për të cilën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendimin për rinumrim, që nga sot në ora 10 të mëngjesit u numruan përsëri votat nga 688 deri në 2557 qendra të votimit. Komisioni Qendror Zgjedhor vendosi dje të rinumrojë votat nga të gjitha qendrat e votimit në Kosovë, pasi rinumrimi në disa qendra votimi tregoi mospërputhje drastike në numrin e votave të fituara nga disa prej kandidatëve. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surlić, vlerësoi se përsëritja e numrimit të votave në Kosovë është më shumë çështje respektimi të procedurës ligjore dhe teknike, ndërsa në thelb është e qartë se kush i fitoi në këto zgjedhje, dhe ai është i mendimit se votuesit nuk do të humbasin besimin në procesin zgjedhor për shkak se u vënë re disa parregullsi. Aleksandar Rapaić, drejtori i programit të Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica Veriut, thotë se është shumë e vështirë të provohet përgjegjësia konkrete për parregullsitë e konstatuara dhe se është e mundur që të mos ketë epilog gjyqësor. Ai thotë se rinumrimi i votave për kandidatët parlamentar do të shkaktojë zgjatje të konstituimit të kuvendit. Profesori universitar Nejmedin Spahiu thotë se manipulimi i votave brenda partive politike në Kosovë është djedhje industriale dhe se prokuroria duhet të vendosë kritere të qarta për të dalluar gabimet aksidentale nga manipulimet e qëllimshme. Siç thotë ai, një numër i vogël gabimesh mund të konsiderohet i paqëllimshëm, por kur bëhet fjalë për qindra ose mijëra vota, atëherë është një vjedhje organizuar. Holëmtuesi i lartë nga Instituti i Drejtësisë së Kosovës, Gzim Shala, beson se manipulimi i votave është një skandal i madh që ka dëmtuar integritetin e procesit zgjedhor në Kosovë dhe se falsifikimi i rezultateve të zgjedhjeve është një vepër penale dënueshme deri në 3 vjet burg dhe në raste të rënda deri në 5 vjet. Hulumtuesi i lartë i Institutit Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçku, pajtohet me të, duke thënë se manipulimi i votave është i papranueshëm dhe se është kërkuar një rinumrim i plotë i votave, sepse 40% e qendrave të votimit ku votat janë rinumruar, që nga 13 janari janë vërejtur mospërputhje dhe devijim të mëdha.
Boban Tonić nga Lipjani, i cili akuzua nga zyra e prokurorit special të Kosovës për krime lufte kundër popullatës civile, u deklarua i pafajshëm për veprën penale me të cilën ngarkohet para gjykatës themelore në Prishtinë. Tonić është roje burg i ish në Prishtinë dhe Lipjani, i cili u akuzua nga zyra e prokurorit special të Kosovës për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare së bashku me rojet e tjera gjatë konfliktit armatosur në Kosovë në vitet 1998 dhe 99. Avokati i Boban Tonićit, Predrag Milković, njoftoi se do të paraqes kundërshtime ndaj aktakuzës dhe deklaratave të dëshmitarëve. Moti nesër në mëngjes me ngrica dhe në disa vende mjegull dhe vranësira, të pakta gjatë ditës në pjesën më të madhe të Serbisë do të jetë mesetërisht i vrant me intervale me diell, kryesisht me vranësira vetëm në jug të vendit. Temperatura me ulë të ditës do të jetë -9 deri në -2, kurse ajo më e larta nga -1 deri në 7 gradë Celsius.